Gjin, mirë mbrëma mi serdhe. Përshëndetje. Ju falenderit. Atëhere, kur komunikuam bashkë më thej që është një njeri i jashtëzakonshëm. Si e ke njohur ti dhe ku keni punuar bashkë me të? Me Johan Pelushin, me emrin dikur Fatmir Pelushi, por pas rritjeve fetare, emri është kaluar nga Fatmir në Johan. Kam punuar gjatë gjithë viteve 80, kur është hap Spitali 5, dhe që drejtor kishim profesor Nestor Polimeri. Jans Pelushi. Unë do jap përshtypjet e mia, po janë të tjerë në qendrën spitalore universitare që do jepnin përshtypje mbase edhe më të mëdha. Është personi më i veçantë i qendrës spitalore universitare. Është një erudit, një haq gjumë sa që mundet të komunikojë dhe me zogjt qillin shqiptar. Ai më ka njohur edhe me të madhin Petrozheni. Gjin, dua të bëj një pyetje më përpara. Sa kohë ke punuar me të ti? Rreth 10 vite. Okej, në biografinë e tij që unë lexova shkruante që nga viti 78 deri në vitin 90 ka punuar në spitalin psikiatrik. Ka qenë infermier. Pra i bie që ka filluar punë 20 vjeç. Aty e keni njohur ju apo jo? Unë kemi qenë bashkëmoshatar. Okej. Ka qenë i persekutuar që nuk ka vazhduar studimet, si është historia e tij? Për hir të vërtetës, ai herë para që është përmetar. Dhe përmetja është krenaria e çdo krahine shqiptare. Po ma bën qefin mua më duket. Nuk e di, pse nga jeni ju për ditë them që unë nuk kam njohur në jetën time përmetar negativ, antisocial. Edhe këtu në Amerikë kur kam ardhur, dhe kudo që kam shkuar, përmetarët nga paraprim. Po të kisha 2 jetë, njërën do kisha dëshirë ta kisha përmet. Shiko, Brënjavo thonë çdo fise ka një pis edhe nuk ka pyll pa dera, kështu që mos egzagjeru, unë jam vetë përmetar, prandaj po ta them. Okej, atëherë unë do t'jap një statistikë që ju do bindeni. Në 97 u grim e u përlam me njëri tjetrin në u vra. Kështu në ngatroj i mallkuari Berisha. Kurse përmeti s'qesi me. Që të bindeni dhe juve sa ato njerëz që janë të strategjik. Dhe të kthehemi ke Johan Pelushi. Baba i tij dikur ka emigruar në Paris. Në luftën e dytë botërore së bashku me gjithë rënjë shqiptare është kthyer për qëllimin e Shqipërisë. Mes na duket pozicioni i tij ka qenë një pozicion i përshtatshëm. Mbase nga miku apo shoku. Dhe ka qenë në krahun e ballit. Dhe kjo ka qenë, si thosh, ajo që e ka bllokuar. Por nuk mund të themi që ka bllokuar Johan. Sepse profesor Nestor Polimeri e ka thirrë, i ka thënë hap çfarë ta rrugë, vazhdo fakultetin e mjekësisë. Nuk ka pranuar. Ai kishte lindur për klerik. Kishte lindur klerik. Unë nga ai kam lexuar librat më të vjetra të besimtarëve shqiptar. Por ty nuk të ktheu dot në besimtar. Ty nuk të ktheu dot në besimtar. Unë jam ateist 24 karatësh dhe po të nvesh për New York kryeministër, vendimi i parë është që të gjitha institucionet fetare ja kalojnë Ministrisë së Arsimit në shërbim të rinisë shqiptare. Okej. Kjo nuk do të thotë që neve njerëzit që kanë pikpame të ndryshme mos jemi shumë miq. Dhe ajo që mu miqësot e shumë ma shumë e tërë, sepse ai ka lënë çdo kufi të humanizmit. Ai është i jashtëzakonshëm. Shiko, më tregove një histori që nga fundi kur sistemi degradoi, nuk ishte më fuqi të mbante spitalet, ai ishte humanist sa që të sëmurët i merrte, i lante, i kuronte në shtëpi? Është e vërtetë që i merrte në shtëpi, i ushqente, i jepte ilaçe. Është e vërtetë që rroga ati ka shku gjithmonë për të smurt. Imagjinoj një smurt që ka ardhur lidhur me hekur kamshët ursh, dhe tani është bërë mirë.
dhe do ta kthejmë në vendin e tij, në jug apo në veri, ai do i bëte apo bateria ta nisë për jug apo për veri. Ju pas ka bërë është më i veçanti në mesin tonë. Andaj ne jemi shumë krenar që ai sot vjen në shërbim të komunitetit ortodoks shqiptar. Na ndjemi shumë këtë. Të kuptoj. Ke mbajtur lidhje me të mbasi ai emigroi në Amerikë dhe mbasi edhe ti u bashkohete? Unë që nga 90 se kam takuar, për vllajën e tij e kam këtu dhe natyrisht e kam takuar, madje kam qenë dhe një fatkeqësi që pat. Ato janë një familje mrekullueshme. Ato janë familje mrekullueshme dhe me Fatmirin kemi folur që në vitet 86 për ferë, që të hapen kisha, xhamia. Dhe unë ja injoroja këtë, i thoja po, dhe më thanë, a ishte atëherë në atë kohë studiot e persishte, që një të mami se gjuhën Shqipe, dhe do të shikoj gjithë jetër me libra me vetë. Në një herë, edhe kurse të ushqimin me vetë, si që mërshën në atë kohë, më thoshte e më fut një dhomë, po studioj, po jepe në smuri të ushqimin. Ashtë i veçanë, është nga me të veçanë që më kam parë një të tim. Shiko, që të bëhesh kryepeshkop i një kishe autoqefale duhet të jesh beqar, nuk martohesh. Pati ndonjë dashuri Johani në kohën që punonte me juve? Thamë vërtetën, ai mund të ketë jo shumë për mua, po unë asnjë për të jetën time. Ishte idealist në fushën e tij. Fliste ndonjëherë për fen? Që në 86 kemi folë për fen, kemi hapë libra mas libri bashkë. Kemi folë për fen, kemi debatuar, kemi vlerësu priftrin dhe ato priftri hoxhallar dhe gjithë klerikët shqiptar patriot. Kemi debatuar, sepse kemi 2000 vjet në fe dhe staj kanë shërby kombit klerikët. E kupton, kështu që unë e prisja që sta po ndryshoj sistemi që ai do të kontribonte shumë në këtë fushë. Dhe po t'ishte në origjall do ta pekon ta i pari. Shiko, kur u shkëputët? Në vitet 90 ai iku, apo jo? Në vitet 90 u shkëputa nga ai sepse ai u nis për Boston për të studiuar për fe. Për teologji. Arriti ta gjente vetë bursën për... E kanë ndihmuar të gjithë, po miku më i ngushtë mbetet më i madh i Petroshej. Shiko, ti më fole me shumë superlativa për të në momentin që u lidhëm dhe më thej që unë e kam njohur në kohën kur ai ishte ende një infermieri thjesht, po me një vokacion për fen. Ndërkohë, kisha ortodokse shqiptare ka pasur shumë akuza, shumë dyshime për lidhje me grekët dhe vetë paraardhësi Johanit ka pasur akuza nga më të ndryshmet. Ju besoni që është një patriot Johani, është një njeri mbi kombet, një njeri që do punoj për paqëstimin shqiptaro-grek, apo si e mendoni ju atë? E para, pashku ke Johani që shkojmë ke feja. Feja nuk njeh kombe. Pavarësisht se ajo përshtatet kombeve për interesat e saj. Tu do të bim dakord, nuk ka asnjë libër fetar, nuk do të gjesh asnjë libër fetar në botë që flet për kombe. Ato flasin për zotat e tyre dhe vetë se këtë fetarë nuk kanë akoma dakord se cili është zoti. Çfarë do të thotë? Që unë mendoj që Fatmiri është një humanist i madh. Mendoj që Fatmiri është një shqiptar i mirë. Nuk mund të flas për nacionalizma ke Fatmiri sepse njerëzit e mëdhenj në përgjithësi nuk i pëlqejnë ose nuk janë pjesë e nacionalizmave të smura. Më bëhet qefi për këtë që thua ti, sepse po t'jetë një shqiptar i mirë, kjo mjafton dhe tepron për mua. Pastaj, ti je shqiptar i mirë nuk do të thotë që je anti me njërin edhe me tjetrin.
Shiko, është në një moshë 68 vjeçare, në fakt fotografia e tregon më të ri. Njëjtën moshë kemi, njëjtin vit. Po pra, është një moshë ku njeriu, si thonë një fjale, punon për të mbyllur llogaritë me jetën. Duke e njohur vokacionin e tij, ti mendon që Joani Fatmiri, le ta quajmë me emrin që ai ka zgjedhur vetë, Joan. Po, natyrisht. Mendon që do punoj për një kishë shqiptare, e thash, 68 vjeç njeriu fillon e bën llogaritë e jetës për t'i mbyllur, jo për t'i hapur. Joani po i hap llogaritë e jetës tashmë. Mendoj që do punoj për një kishë shqiptare autoqefale, shumë besimtar ortodoks, unë pash që e quanin këtë një fanol të dytë. Bravo, jem dakord me to. Unë jem dakord me to. Me Jani do filloj kisha kombëtare ortodokse. Pas Norit. Jani nuk e njeh urrejtjen. Nëse shqiptar ka shqiptar që urrejnë, e duhet urrejnë, Jani nuk e njeh urrejtjen. Dhe njërës si Jani do i doja sot nuk rahin. Nuk rahin që banin thirrje për jo më shumë gjak. Kështu që për mu kam bjerë në vare. Shpresoj që Joani të ndjeki këtë rrugë dhe mendoj që mbas kësaj shumë perceptime do ndryshojnë edhe për Janulatosin, sepse shpeshherë neve nuk e dim që Janulatosi mbajti disa qëndrime të caktuara në momente të caktuara për shkak se ashtu besonte se duhej, apo sepse të atilla ishin konjunkturat. Mendoj që caktimi i këtij njeriu që juve vërtet e quani një shenjtë dhe një pro-shqiptar, duke qenë një zgjedhje e Janulatosit, Janulatosi ka bërë një punë të jashtëzakonshme për të lënë këtë sipasardhës. Unë mendoj që Janulatos që një përsantet i madh dhe neve duhet na frymëzoj se si ka shërbyer kombit ti dhe jo kombit shqiptar. Shiko, Gjin, mendoj që Janulatosin e ka përdorur shpesh politika greke, por ajo që më bëri përshtypje në varimin e tij, që fjalimi mbesës së Janulatosit, e cila mbajti një fjalim vërtet siç duhet ta mbante një fetar, një fjalim vëllazërimi dhe dashurie. Ishte një fjalim i cili ndryshonte katërcipërisht nga Platea, ku ishin Mitsotakisi që spushon duke i rënë gërnetës Vori dhe Pirit, ku ishte Berisha i cili spushon duke i rënë fyellit të ndarjes Jugveri, ku ishte dhe Edi Rama i cili nuk e di ç'të them, po mund të ishte ai zoti i asaj ceremonie dhe s'kishte pse ishte Mitsotakisi zoti i ceremonisë. Kështu që mendoj që gjëja më e bukur në atë ceremoni nuk ishte as fjalimi Mitsotakisit, as fjalimi Ramës, po ishte fjalimi mbesës Janulatosit. Dhe shpresoj që ai të ketë qenë Janulatosi vërtet. Unë mendoj që ne shikojmë shumë pak. Feja dhe politika gjithmonë fillon poshtë tryezës. Shiko, mendoj që politika në përgjithësi tenton ta përdori fen. Sikur se feja, unë jam duke ndjekur me shumë kuriozitet zhvillimet në Vatikan dhe të shëndetin e Papa Franceskut, sepse mendoj që është një pap jashtë skemave. Në ndryshim nga Wojtyla dhe Ratzinger që ishin paraardhësit e tij, ky është një më popullor, një më bio, një më afër vulgut, një i cili çka ka në zemër e thot dhe në atë intrigën që krijojnë këto komunitetet fetare, nuk duhet të harrojmë që qoftë Vatikani, qoftë kisha ortodokse, por edhe muslimanët në atë llojin e tyre, në ato qendrat e pushtetit që kanë, përdorin lloj forma dhe duhet të jesh shumë i Zotit të ruash pastërtinë. Unë shpresoj që Joani ta ruaj pastërtinë vetë ashtu siç e ke njohur ti.